edhe një pyetje te kjo pjesa e marrjes së langut, sepse ka mite të ndryshme, i tha dhe vetë disa prej tyne, po çka duhet të kenë parasysh pacientët prej ditës kur e bën këtë punksion, nëse quhet, a quhet punksion? Punksion quhet, punksion lumbal, zakonisht për punksion lumbal kanë disa ndryshime, disa ditë që mos shqetësohen. Brenda 2 ditësh ne sugjerojmë që mas punksionit lumbal të mos çohen në këmbë. Okej. Pra të kenë në regjim shtrati dhe të konsumojnë bollshëm lagje. Sidomos lagje të cilat përmbajnë kafeinë dhe shtojnë presion. Domethënë, çka po ndodh këtu? Ne po e zbrazim një 5 ml lang trunor shpinor, 150 ml i ka rrethina e langut trunor, domethënë e trurit dhe palës kurizit, pra ai kompartament ka 150 ml lang, ne po e nxjerrim 5. Do thotë ne jemi duke nxjerr një 3% të sasisë langut trunor shpinor, që është shumë pak. Mirë po, ne po e shpojmë ato cipat e palës së kurizit, po depërtojmë në hapësirën nën cipat e palës së kurizit dhe po e nxjerrim. Dhe aty mund të ketë rrjedhje edhe disa mililitra të langut trunor shpinor rreth e përqark. Mirë po edhe zbrazja e 3 ml nga 150 po e ul shtypjen brenda trurit, shtypjen intrakraniale, dhe për këtë arsye personat kur ngriten në këmbë mund të kenë kokdhimbje, por kur shtrihen në shtrat, kjo kokdhimbje kalon. Kjo është kokdhimbja tipike që ndodh pas punksionit lumbal, quhet kokdhimbje ortostatike, hipotenzive e trurit. Për këtë arsye është kjo masë që të kemi regjim shtrati një 2-3 ditë dhe të konsumojmë sa më shumë lagje në mënyrë që hidratimi të jetë në nivel dhe mos lejoj shfaqjen e kokdhimbjes, të kompenzohen lagjet. Kështu që kjo është këshilla e vetme për personat që kanë bërë punksion lumbal, kurse për ata të cilët do të bëjnë punksion lumbal ndonjëherë në jetë nëse paraqitet nevoja, sugjerojmë që të flenë mirë një natë para se të vinë në klinikën e neurologjisë, sepse është procedurë e thjeshtë dhe zakonisht infektologët dhe neurologët janë dy grupe specialistësh dhe anesteziologët, mos të harrojmë sepse edhe ata bëjnë anestezion spinal, pra janë 3 grupe të specialistëve të cilët pothuajse për ditë bëjnë punksion lumbal dhe është një procedurë jashtëzakonisht e thjeshtë dhe e lehtë. Pa ndonjë rrezik që të mbeteni në karrocë, që të paralizoheni, që të keni dhimbje të shpinës 20 vite të ardhshme, kështu që absolutisht to janë mite dhe legjenda që nuk kanë bazë. Po madje ndër vite gratë kanë kret lindje normale vetëm për shkak të frikës injeksionit që ka me met golitë të tjera mite.